Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu ma yuqra'u fi yawm al-jumu'ah. Çfarë lexohet ditën e xumah? Pra çfarë lexohet në namaz ditën e xumah? Pra çfarë është për sunetet dhe për çish ose mund të lexohet çdo pjesë nga Kurani. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزل الألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam zakonisht në ditën e xumah në namazin e sabahut lexonte surën Sejdë në rekatin e parë dhe surën El Insan në rekatin e dytë. Pra në rekatin e parë 5 faqe dhe në rekatin e dytë 3 faqe. Po gjithashtu ka pas lexuar edhe surën Jumu'a dhe surën Munafiqun, të dyja bëjnë 3 faqe. Kjo është më shumë që ka pas lexuar pejgamberi në namazin e sabahut. Ndërsa për namaz Xumaje ka pas lexuar në rekatin e parë surën Al-A'la dhe në rekatin e dytë surën Al-Ghashiyah. Këtë e bënte zakonisht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.